Të dashur qytetar, të dashur vëllezër, motra, sot jemi mbledhur këtu sepse kufiri i ndarës, kufiri i fundit është prekur, fëmijët dhe familja shqiptare. Unë dua ta nis me një thënie të Martin Luther King që thotë një njeri vdes kur refuzon të ngrihet për atë që është e drejtë. Sot Shqipëria nuk ka nevojë për njerëz të heshtur, ka nevojë për njerëz që ngrihen. Unë jam gjenerata pro familjes. Dhe nëse ka një moment që zëri ynë ka vlerë, ai moment është tani. Ligji që për barazinë gjinore që u votuan në parlament, firma u hodh, por betejë nuk ka mbaruar. Ne jemi këtu të kërkojmë presidentit të Republikës mos e dekreto këtë ligj. Ktheje mbrapsht, hap rrugën për abrogimin e tij. Ky ligj prek themelet e shoqërisë tonë, prek përkufizimin e gjinisë, duke zhvendosur nga realiteti biologjik në një konstrukt të paqartë. Prek institucionet duke vendosur kuota të imponuara që heqin meritokracinë dhe vendosin përvajsim artificial në vend të disa aftësive profesionale. Prek klerin fetar, sepse kërkon të imponoj gjuhë me ndjeshmëri gjinore, duke cënuar lirinë e besimit. Dhe në fund, prek shkollat, duke hapur derën që fëmijët tanë të mësojnë për ideologji dhe jo për biologji, duke zëvendësuar shkencën me doktrina që ndryshojnë nga viti në vit. Dhe në fund prek të ardhmen e brezit tonë, sepse ndërhyn aty ku nuk ka të drejtë askush në formimin e mendjes së fëmijëve dhe në sistemin e vlerave të një kombi. Dhe unë sot dua t'ju them diçka nga zemra. Nëse deri tani nuk e keni ngritur zërin për vjedhjet masive në këtë vend, nëse nuk e folur për shëndetësinë që shpesh herë, shumë herë nuk ka funksionuar, nëse nuk e folur për arsimin, as për çmimet, as për shpopullimin që ka prekur çdo lagje të Shqipërisë, po për fëmijët dhe familjet, a do ta ngresh zërin? Sepse ka momente në histori kur heshtja nuk është neutralitet, por është dorëzim. Heshtja është dorëzim dhe ne sot jemi për të thënë që ne nuk dorëzohemi. Ky ligj është një imponim, është shkelje e vullnetit të shumicës, është një tentativë për të shtypur mendimin që me breza e kemi trashëguar. Dhe ne kemi një përgjigje të qartë. Dhe ne themi poshtë diktatura. Poshtë çdo përpjekje për të na detyruar që të heshtim. Poshtë çdo tentativë për të na marrë zërin, ndërgjegjen dhe të ardhmen. Dhe ne sot jemi këtu paqësisht, por vendosmërisht. Jemi këtu jo me urrëtie, por me dashuri për këtë vend. Jemi këtu si prindër, jemi si të rinj, si qytetarë që nuk pranojmë të shkelim mbi të vërtetën. Dhe zëri ynë sot është zëri i një kombi. Dhe ky zë nuk shuhet, ky zë nuk friksohet dhe ky zë nuk blihet. Dhe për ta mbyllur dua të deklaroj që ne jemi gjenerata që ngrihet. Ne jemi gjenerata që mbron. Ne jemi gjenerata pro familjes. Ne jemi gjenerata pro jetës. Kështu president, na dëgjoj, mos e dekreto këtë ligj. Mos e humb këtë moment, ktheje pas. Bëu në krahun e dur të historisë. Zoti e bekov Shqipërinë, Zoti i bekov familjet tona dhe dëshiroj që të kemi një moment së bashku të nderojmë himnin e flamurit shqiptar.